pari njërë shumë faleminderit mik Pritsit për këtë mjedis kaq të favorshëm për këtë takim. Së dyti faleminderit gjithë protagonistëve të agroturizmit, disa për tyre e njoh, edhe disa tjerë në base do e njoh sot. Por faleminderit që keni lënë punët e tjera për të dëgjuar dhe për të komunikuar këtu në këtë takim, i cili synon të ndihmoj jo thjesht ju që jeni këtu, po të gjithë ata që janë të interesuar dhe që në base në ndjekin përmes ekranit për të informuar me mundësitë e reja që kemi dhe që janë ose do të vijen në dispozicion të gjithë atyre që duan të jenë protagonist në këtë fushë. Në radhë parë dua ta filloj aty ku e mbaroi Ogerta, tek programi i ri kombëtar që ne po përgatisim, i cili do të lançohet së shpejti. Besoj që në fund të muajit do të kemi marrëveshjen mes Bankës Shqipërisë, bankave të nivelit 2 dhe qeverisë për një linjë financimi të mbështetur nga qeveria shqiptare për të mbështetur çdo projekt të kujtdo që ka një ndërmarrje, të vogël ose të mesme, dhe ka ambicien që ta rrisë ata. E kemi quajtur programin dyfishon ndërmarrjen tënde, por nuk do të thotë që duhet të jetë patjetër dy fish, mund të jetë dhe 50%, mund të jetë edhe 3 fish, varet nga projekti. Ky program do të mbështetet nga një linjë drejt për drejt kredi e Bankës Shqipërisë, e cila do të përpunohet nga bankat e nivelit 2 në bazë të aplikimeve, do të garantohet nga qeveria shqiptare me një garanci sovrane dhe nga ana tjetër do të ketë një interes të kredisë më të ulët se sa kredit komerciale. Kjo kuptohet, plus që do të ketë një limit deri në 2 milion euro. Nuk do të jetë e mundur të aksesohet nga kompanitë e mëdha, por do të aksesohet nga startupet, nga, siç thash, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, punishtet, dhe patjetër edhe nga agroturizmat, që do duan të rriten. Tani natyrisht kur flasim për rritje të agroturizmit, unë nuk kam parasysh thjesht rritjen në numrit të dhomave ose të masës volumit të ndërtimit në territorin ku është agroturizmi. Rritja e agroturizmit është edhe zgjerim i kapaciteteve të veta prodhuese dhe përpunuese jashtë kufive të vet. Pra, një agroturizëm mund të ketë një vresht diku, mund të ketë një ferm diku, mund të ketë një baxho diku, mund të ketë një punishte reçeli diku, jo domosdoshmërisht në atë territor, dhe nëse e ka një tillë apo nëse do që ta ketë një tillë, atëherë kjo është plotësisht e mjaftueshme për t'ju qasur programit. Besoj që programi vjen në kohën e dur. Unë kam pasur shumë komunikime edhe shumë të vlefshme me
themelus të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që prodhojnë, se këtu flasim për prodhim. Flasim për prodhim, flasim për agroprodhim, flasim për eksport. Dhe natyrisht ju e dini më mirë se unë që turizmi hyn tek eksporti dhe agroturizmi hyn tek eksporti. Kështu që ky do të jetë destinacioni i këtij programi. Nga ana tjetër sigurisht është paketa e maleve. Unë besoj që gjithë secili për jush dhe gjithë secila për jush, se këtu ka dhe disa gra që janë protagonistet këtij transformimi që i ka ndodhur industrisë tonë turistike përmes futjes agroturizmit. Gjithë secili mund të dojë që të ketë një rrjet agroturizmash. Jo thjesht një agroturizëm, po një rrjet agroturizëm. Dhe për këtë shërben edhe paketa e maleve. Kuptohet që paketa e maleve, ndryshe nga çfarë është keq trajtuar apo është deformuar në kanalet e informacionit, nuk është një paket për kompanitë të mëdha, nuk është një paket për investitorët të mëdhenj, nuk ka lidhje fare me këto kategori, dhe aq më pak është një paket për të dhënë territore, troje publike për zhvillime private. Nuk është fare ky qëllimi i paketës, nuk është fare ky objekti i paketës. Paketa e maleve ka lindur nga nevoja për t'i dhënë drejtim një problemi shumë të madh që e ka origjinën e vet shumë larg në kohë tani më, tek ligji 7501 dhe tek konflikti me këtë ligj i shumë familjeve në zonat caktuara të vendit, kryesisht në veri dhe verilindje, po edhe në zona tjera që nuk e kanë njohur 7501 si një instrument të vlefshëm për tokën e tyre, që nuk kanë marrë mbi 7501 asnjë lloj certifikate të përdorimit të tokës, dhe që e kanë rindar tokën me një herë pas ndryshimit të regjimit, mbi bazën e kufive të vjetër dhe nuk kanë probleme me njëri tjetrin. Pra, problemi i trashëguar është që këta njerëz e kanë të pamundur të kenë akses në financa dhe e kanë të pamundur që të ndërtojnë në mënyrë të ligjshme, sepse nuk kanë një titull pronësie. Ne bëm një përpjekje për të adresuar këtë problem me një ligj të ri që quhet 2020. Ligji për cilin u desh shumë kohë, sepse kishte, ju e dini, besoj që po more një jurist ke marrë një mendje, po more dy ke marrë dy mendje, po more tretin, pastaj s'ke marrë asnjë mendje, se bëhen 3 mendje dhe s'merret vesh më njëri, po faktikisht ligji u desh shumë kohë që të formulohej dhe nuk na e dha atë efekt që do duhet t'jepte, sepse prezumon dakordsinë e shkrim të gjithë të tyre rreth rrotull, dhe për këtë arsye lindi paketa e maleve. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që shumë shqiptarë që janë në migracion apo që janë në qytet kanë toka, kanë shtëpi të vjetra, të cilat duan t'i zhvillojnë, po s'kanë asnjë mundësi t'i zhvillojnë, sepse edhe sikur të kenë parat, nuk marrin dot leje, se s'kanë titullin e pronësisë. Me ligjin e ri që quhet paketa e maleve, kjo bëhet e mundur duke aplikuar drejt për drejt, duke shprehur interesin pranë bashkisë. E duke thënë, kjo tokë këtu është e imja. Bashkia e merr këtë shprehje interesi, afishon
një listë për 45 ditë, ku dhe e bën publike që cili do që pretendon të kundërtën, dhe e përsëris, kjo bazohet shumë tek fakti që këtu ligji shërben atyre që janë në toka të parëve që s'kan konflikte. Dhe ka shumë të tilla, sidomos në zonat që ne i kemi studiuar edhe në cilët kemi bërë dhe shumë biseda intensive. Në 45 ditë duhet vi një kundërshti e argumentuar. Nëse s'vjen, lista kalon në Këshillin Bashkiak, Këshilli Bashkiak e miraton dhe personi e çon aplikimin në ky miratim vlen vetëm për këtë gjë. Vlen vetëm për të aplikuar për të marrë leje për një projekt. Nuk vlen për që tjetër fare, as nuk mund ta marrësh tokën ta shesësh, as nuk mund ta avesh me qira, as gjë fare. As merr titull pronësie, nuk merr titull pronësie. Akoma. Po shkon në instancën përkatëse, aplikon në projektin. Në thuk, ky është projekti që duhet të ndërtoj. Miratohet projekti dhe ti ndërton. Vetëm pasi ti ke përfunduar ndërtimin, jo përpara, ti merr titullin e pronësisë. Mbi atë ndërtim dhe mbi atë investim. Po du ta mbarosh, nuk mund ta marrësh peng tokën, se praktikisht e ke kot, se peng e ke njëkohësisht se e ke tokën, nuk e përdor dot, s'mund ta, nuk mund të gëzosh një titull pronësie pa e investuar atë tokë. Dhe ligji parashikon që në çdo rast kur në një kohë X shfaqet dikush tjetër me pretendimin që është pronari, shkon në gjyq, fiton me atë, nuk merresh ti, merret shteti. I takon shtetit pastaj që ta kompensoj personin i cili mund të shfaqet si pretendent i kësaj prone. Kjo është trajektoria që ndjek kjo paket, edhe është shumë pro biznes, është shumë e favorshme dhe është absolutisht e bazuar tek e drejta se kanë luftuar komunizmin, por ato mbetje toksike të komunizmit i kanë kokë. Edhe kush është armiku i popullit? Kulaku. Kulak nuk e themi dot, shpikim oligarkun. Fjala oligark nuk ka lidhje fare me realitetin shqiptar. Në Shqipëri nuk ka oligark, që të jemi të qartë. Oligarku është dikush që vendos, nuk është dikush që bën biznes edhe përfiton. Dhe